çfarë tregoi për shqiptarët, për politikën, për median, për figurat publike, për qytetarët? I duhet bërë një analizë socio-psikologjike kësaj proteste, sepse në radhë parë ndori lakuriq të gjithëve përballë njëri tjetrit. Së pari ndori në pa shpirtin e protestës që njerëzit e kishin akumuluar. Po të kishin harruar. Sepse edhe opozita e kish keq përdorur institucione e protestës. Molotov, sharje, mallkime, dhunë. 12 vite që i gënjente protestuesit, kur Berisha dilte thoshte që Rama është trembur, do iki, po në kohë nuk iku. Rama vazhdon që nuk është trembur ende dhe mbas kësaj proteste. Nuk të duket i trembur? Se shumë kanë komentuar se trembur, si të friksuar. Besoj Frecaku kur thotë këto protesta i stimulon vetë Rama për të testuar veten dhe për të pastruar veten dhe partinë dhe qeverinë e tij. Gjithsesi kjo protestë ndori lakuriq përballë njëri tjetrit sepse u vura një hendek të madh kulturor dhe arsimor. Ti e kupton ndoshta komshiun, kolegun që vishet bukur, parfumon, se të përshëndetet në mëngjes dhe vetëm kaq. Dhe ti nuk e dije që kishe një komshi kaq të dhunshëm apo një komshi kaq ignorant ose një komshi kaq të dashur, kaq qytetar, më kupton? Ti koha në Tiranë nuk të jep kohë që ti njohësh njerëzit, sepse çdo kush vrapon. Edhe për në kafe në blog të vrapojnë, nuk ikin lento. Gjithsesi, por vura re një pjesë kolegësh gazetar, njerëz të dëshpëruar që shkojnë në protestë sepse nuk janë të kënaqur me veten. Tani nuk ka faj qeveria pse nuk e dashnor apo dashnore. Po jam mos e ashtu, se ato dalin për halle shëndetësie, për halle pagash, për halle sigurie. Blogerët dhe gazetarët. Po s'është vetëm blogerëve kjo se nëse do të flasim unë dhe ti dhe ne të gjithë gazetarët kemi aq njohje sa diku t'i zgjidhim gjërat tona, apo jo. Unë po flas për këtë klasën e gazetarëve, për turmën e gazetarëve protestues. Gazetarë që punojnë në media që janë pro qeverisë dhe nuk ndëshkohen, apo jo. E para njëra kjo është liria. E dyta, unë di redaksi të tëra portalit dhe gazetash, që nga gazeta Tema, këto të gjitha që janë deklaruar pro Ramës dhe stafet e tyre janë aty çdo darkë. Më beso. Kështu që shumë njerëz problemet e tyre sociale i akumuluan dhe kishin nevojë të zbrazeshin. Dhe mirë bën. Është punë e frigoriferit që ngrin dhe një ditë ti do heqësh nga priza që të shkrijë dhe të pastrohet. Më i sinqert mu duk Genardi kur e thoshte brenda thirrje Ramës më nxirr sonidën nga Spitali 5 dhe kjo është arsyeja që un kam marrë këtu, pra, një arsye organike, një arsye sinqert. Thellë Ronaldo ti shikon aty njerëz të veshur bukur të kuruar, madje njerëz që ne kemi gocën deri te katror që ka bërë video çfarë do veshun sot apo jo. Po, e publikoi Rama. Tregon unë e kam aty para Ramës. Tregon që shtresa e mesme është çik xheloze për milionerët e rinj të Tiranës. Statistikat zyrtare tregojnë që Shqipëria ka gati 5.000 milioner. 5.000 milioner. Pra, një njeri që ka arritur të ketë pasuri ose depozita në bank, minimumi 1 milion euro. Dhe që është milioner, 1 milion e 1 euro